Ka teknika të ndryshme, ka teknika të shumta, do ketë rryma të ndryshme të cilat do vinë pra, do vinë mënyra të tjera, akoma më të reja, sepse kemi po ardhit dhe dirë, po ardhit energjinë e tillë dhe entitetet ose qenjet e dritës të cilat vinë nga dimensionet dhe format të tjera, po mësoj njerëzimet me teknikat të ndryshme dhe çdo teknikë që rezonon me ty, absolutisht por duhet të kuptosh, të kuptosh, të analizosh një X teknik, po më ndihmon apo thjesht po më qetëson. Për momentin edhe është në për përpunimi. Si ta kuptojmë këtë? Pra mund të përdorosh një teknikë, çfarë lloj teknike të jetë ajo, dhe nëse qetësohesh për momentin dhe për këtë situata sërish, do thotë që teknika ka funksionuar ndoshta më shumë si qetësim i momentit. Dhe unë jam shumë pro identifikime gjetjes së shkakut dhe përpunimet të tij. Absolutisht prapë them se çdo teknikë që rezonon me ty, atë bëje.